Perspektivat bashkohore mbi menaxhimin e destinacioneve turistike, modelet e biznesit dhe zhvillimi qëndrueshëm rajonal ka qenë në qendër të një seminari të zhvilluar në Universitetin Fanoli të Korçës, ku ka qenë i ftuar lektori ndërkombëtar Adrian Barzbi, ekspert në fushën e biznesit turistik, marketingut strategjik dhe zhvillimit rajonal. Aktiviteti u zhvillua nga Departamenti Marketing Turizëm, ndërsa pjesëmarrës kanë qenë studentë dhe pedagog të fushës. Jam i kënaqur që jam këtu në Korçë, është vizita ime e katërt. Kam punuar me fondacionin prej pothuaj 30 vitesh dhe është një partneritet shumë i mirë. Ajo tek e cila shpresoj të përqendrohem sot është partneriteti mes akademisë dhe bizneseve, si dhe mënyra se si duhet të punojmë së bashku me plane afatgjata për të siguruar zhvillimin e turizmit rigjenerues, në mënyrë që të kuptojnë ndikimet e vizitorëve të komunitetit pritës, duke zhvilluar dhe promovuar kulturën dhe historinë. Këto takime janë mjaft të vlefshme për studentët, të cilët kanë mundësi të mësojnë dhe të diskutojnë mbi perspektiva të reja në lidhje me zhvillimin e bizneseve turistike.